Ukraina është hapur për bisedime paqeje, por jo me çdo çmim, ishte ky mesazhi i presidentit Volodymyr Zelensky në daljen e tij të fundit për mediat. Kreu i shtetit Ukrainas tha se Kievi është i gatshëm të marrë pjesë në çdo tryezë diplomatike, me përjashtim të asaj që mund të organizohet në Rusi apo në territorin e aleatit të saj, Bielorusisë. Zelensky theksoi se asnjë kompromis nuk do të bëhet në kurrizë të sovranitetit territorial. Ne nuk do të bëjmë asnjë hap prapa dhe nuk do të lëmë asnjë pjesë të shtetit tonë në duart të armikut, u shpreh ai, duke bërë të qartë se Ukraina do të negociojë vetëm nga pozicioni që mban aktualisht në terren. Ndërkohë, planet për një samit të mundshëm paqeje në Budapest mes presidentëve Donald Trump dhe Vladimir Putin janë pezulluar, pasi Moska ka ngul në kushtet e saj përfshirë dorëzimin e territoreve nga Ukraina si parakusht për armëpushim. Trump ka mbështetur një armëpushim të menjëhershëm përgjatë linjave aktuale të frontit, por qëndrimet mes palëve mbeten të ndara. Në fjalën e tij, Zelensky u bëri thirrje dhe ligjvënësve amerikanë të forcojnë masat kundër Rusisë, duke përshëndetur sanksionet e reja për administrata Trump vendosin ndaj dy kampionëve më të mëdha të naftës ruse. Ai shtoi se përveç ndihmës ushtarake, Ukraina ka nevojë për mbështetje të qëndrueshme financiare nga aleatë europian për 2 ose 3 vjet të ardhshëm për të garantuar stabilitetin ekonomik dhe rindërtimin pas luftës. Diplomacia është e mirëpritur, por jo nëse kërkon që Ukraina të dorëzojë veten, përfundoi Zelensky duke lënë të hapur derën e bisedimeve, por jo të kompromis me sovranitetin ndërkombëtar.